dhe të mia më të përzemërta ju, demokratëve të Kamzës të pranishëm në këtë sallë, banorëve të këtij qyteti, kudo që janë sonte në Kamzë, Shqipëri, jashtë vendi. I dashur zoti kryetar, i degës Partisë Demokratike të Kamzë, i dashur zoti Ali Mehmeti, zonja Garo, të nderuar miq. Kam shumë kënaqësi që vi sot tek ju. Së pari për të shprehur mirënjohjen më të pakufishme për secilin për jush, për çdo demokrat dhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe të opozicës në këtë qytet, të cilët me besim të palkundur tek Partia Demokratike ja duhet në tërësi Kamzën që ndërtuat, që e ngritet nga hiçi, e shndruhet në një nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë, ta mbani qytet në përputhje me idealet tuaja, të qëndroni të palkundur, të pamposhtur në të vërtetat dhe vlerat që ju besoni. Vi këtu me ndjenjën e mirënjohjes thellë, sepse ju në zgjedhjet e fundit përmbys rezultatet më parshme dhe shkojmë të sigurt drejt garave të reja me besim të madh përfitore. Por vi gjithashtu të përulem para jush, edhe për faktin se 12 vite kanë qenë vitet e padrejtësive më të mëdha që kanë rënë mbi ju. Kanë qenë vitet e diskriminimit më të pamerituar tuaj. Kanë qenë vitet në të cilat shumica e familjeve tuaja janë detyruar të përcjellin fëmijët në rrugët e botës, sepse nuk ka patur për ta asnjë mundësi që të qëndrojnë në vatrat e tyre familjare dhe të ndërtojnë ëndrrën e tyre. Kanë qenë vite në të cilën koha pothuajse ka ndaluar në Kamzë me këtë kryetarin, pseudo-kryetarin që keni. Kamza ka mbetur me një infrastrukturë në rrënim e sipër. Ato terene, ato mjedise të cilat ishin të domosdoshme për një qytet që është i 6 në Shqipëri për kap banorët, një nga një i hangri dhe po i hanë betoni i Edi Ramës dhe kryetarit. Por këto ka qenë vite dëshprimi. Kanë qenë vite në të cilat pensionet jo që nuk u rritën, por krahasuar me çmimet u bën gjithnjë më të vogla, po kështu dhe rrogat e ulta dhe rrogat e mesme. Pra, vitet e një regjimi që në Kamzë dhe në mbarë Shqipëri është sjellë si një pushtues i vërtet. Është sjellë si një pushtues i vërtet, sepse së pari, duke dhunuar votën tuaj, vullnetin tuaj të lirë, një lloj si në rast e pushtimeve dhe diktaturave, të gjithë pushteti u përqendruan në dorë të një njeriu. Kanë qenë vite në cilat ju keni blerë lumej djershe në fushata elektorale, i keni fituar zgjedhjet, por armiku më i egër i votës së lirë të shqiptarëve pas enverhorës Edi Rama ka shtruar procesin zgjedhor në farsë zgjedhore, në farsë elektorale. Ka krijuar në fushat elektorale tregun më të zi
të gjitha tregjeve që është tregu i votës. Tregu i vullnetit, tregu i idealeve të njerëzve. Ka përdor të gjitha metodat antidemokratike, antikushtetuese, për të plaçkitur votë të qytetarëve. Miq, po marrim vetëm zgjedhjet e fundit. Në Shqipëri, një lloj si në Tunizi. Edi Rama arrestoi në vitin elektoral liderët e 2 partive kryesore opozitare dhe vurin proces penal të tretën. Në vit elektoral shkelmoj çdo nen të kodit zgjedhor, por dhe çdo parim ndërkombëtar të zgjedhjeve të drejta. Në vitin elektoral shndroi shërbëtorë të qytetarëve që duhet të jenë punojës të administratës, në armiq të egër të votës tyre, në polici, politike sekrete. Cili do nga ju kujtohet? Grupet e patronazhistëve. Por hir zvërtec, do ta pranojmë. Ato kishin një bashkëpunëtor sigurimi, kishin disa veteran pensionist nga Fronti Demokratik, dhe si e të zeza kalonin apartament pas apartament, dhe gjenin të dyshurën, dhe dinin i bën një gjyq do bord pallatit se ky nuk do na votoj. Ky votë e ka për armikun. Por sot, një armatë e tërë e drejtorëve, e punojësve të administratës, nërmarrjeve publike, ushtruan patronazhiste në polici sekrete për të shkelmuar vullnetin tuaj. Në kundërshtim me çdo parim, u dhan 100 euro për pensionist në kulmin e fushatës elektorale. Në kundërshtim me çdo parim, me parat tuaja, u organizuan 4530 aktivitete në fushatë elektorale para saj. Vetëm për ndikur votën e qytetarëve. Në kundërshtim me çdo parim, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, u falen 2 miliard euro gjoba dhe kamata. Në kundërshtim me çdo parim, 2 javë para zgjedhjeve, u dekretuan 29.000 hektar kanabis nga 200 që parashikonte ligji. Pse u ndala në këtë? U ndala në këtë se një njerëz politik. Vetëm për të vërtetuar faktin se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Me Edi Ramën ka fars. Por, dhe vërteta është sa i zhvilloi fars në 23-shin. E vërteta është sa i zhvilloi fars në 2021-shin. E vërteta është se zhvilloi fars në 2017-ën, 2019-ën. Ky është armik i votës. Ky spajtohet kur me vullnetin tuaj dhe votën tuaj. Sot, ne kemi përballë një regjim që qeveris me klanet më të fuqishme të drogës në Europë dhe ndër më të fuqishme të botës. Klane që lvizin miliarda. Franz Çopja 6 miliard. A mund të imagjinoni ju? Një njeri që jam mësuar me emrin para 5 muajsh,
ai kishte 6 miliard euro nga kanabis.